Në Bashkinë Roskovec është organizuar konkursi Njeriu i vitit 2025, një nisëm që tashmë është kthyer në një traditë të rëndësishme për komunitetin. Ky aktivitet zhvillohet prej disa vitesh radhazi, duke vlerësuar individ që janë dalluar për kontributin e tyre në fusha të ndryshme të jetës shoqërore. Procesi i votimit realizohet në çdo njësi administrative, ku qytetarët japin votën e tyre për individët e nominuar në varësi të kategorikëve dhe titujve përkatës. Risia e këtij viti është shtimi i votimit online, duke u dhënë mundësi edhe më shumë qytetarëve të jenë pjesë aktive e përzgjedhjes. Kryetaria e Bashkisë Roskovec, zonja Majlinda Bufi, në një deklaratë për mediat, u shpreh se ky konkurs ka për qëllim vlerësimin e njerëzve që me punën dhe përkushtimin e tyre kontribuojnë në zhvillimin e komunitetit. Ajo theksoi rëndësinë e përfshirjes së qytetarëve në procesin e votimit. Sipas kryetares Bufi, iniciativa Njeriu i vitit është një mënyrë për të nxitur vlerat pozitive, solidaritetin dhe angazhimin qytetar në Bashkinë Roskovec. Ky është një aktivitet që ne e zhvillojmë në Bashkinë e Roskovecit për të disatën herë, mund të jetë le të themi viti 8 ose i 9 që ne e zhvillojmë. Tashmë një traditë e krijuar në qytetin ton, ku ne sipas një procedure që ka fituar stabilitet dhe qëndrueshmëri, ne arrijmë të nxjerrim sipas propozimeve të sektorëve përkatës me votim nga qytetarët. Tashmë kemi shtuar edhe votimin online, jo vetëm atë votimin fizik me kuti që bëhet në çdo njësi administrative, dhe nxjerrim qytetarët më të mirë të Roskovecit sipas një po themi nominimi që bëhet emër për emër. Ne tani kemi shtuar 10 titujve më të mirë, kemi shtuar dhe disa tituj të tjerë, si për shembull ne kemi për të tretin vit radhazi ne nxjerrim lexuesin më të mirë të bibliotekës. Këtë radhë kemi shtuar edhe startupin më të mirë, marr shkas edhe nga projekti që ne kemi patur dhe sapo është mbyllur, i financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri, dhe ku është një vajzë e cila ka dalë si një nga po themi sipërmarrëset më të reja dhe më të mira si rezultati i mbështetjes që ka marrë nga ky projekt. Kjo është një traditë e cila do të vazhdojë në qytetin e Roskovecit dhe bën të mundur motivimin e qytetarëve të cilët janë kontributor në jetën e përditshme të qytetarëve të Roskovecit. Jam shumë e bindur që këto nuk janë thjesht tituj moral, por janë një feedback që qytetarët marrin nga jeta dhe nga kontributi i tyre i përditshëm. Po janë emra të cilët janë nominuar në grup, po themi kush janë 5 infermierët më të mirë që i jep Qendra Shëndetësore të Roskovecit, i japin, dhe këta 5 emra votohen nga qytetarët e Roskovecit edhe fizikisht në kuti votimi, të cilat ne i vendosim pranë çdo njësie administrative, por edhe të votuar online sipas një procedure që ne kemi filluar ta realizojmë në një periudhë kohore të caktuar. Ka një interes të shtuar nga banorët e qytetarit për po themi këtë vlerësim moral që ne u bëjmë profesionëve të ndryshme në jetën e përditshme të roskovecarëve. Të shpallesh mësuesja e vitit është një emocion tepër i veçantë që nuk e përshkruaj dot me fjalë. Jam shumë e njohëse për këtë vlerësim, i cili realisht sot është më shumë se një çmim. Është një dëshmi që dashuria, përkushtimi dhe puna me zemër nuk mbeten asnjëherë pa u vënë. Ndaj dua të falenderoj të gjithë ata që më vlerësuan, nxënësit e mi, kolegët, shoqërinë time, zyrën vendore arsimore Roskovec. Dua të falenderoj të gjithë komunitetin e Roskovecit. Një falënderim i veçantë i takon Bashkisë Roskovecit për këtë organizim që na motivon dhe na ndriçon në jetën tonë, në punën tonë të përditshme. Dua të falenderoj të gjithë ju që besoni në fuqinë e dijes. Unë këtë çmim dua ta ndaj ose ta dedikoj edhe familjes time, të cilët kanë punuar dhe sakrifikuar për shkollimin tim. Por dua ta ndaj edhe me familjen time, në veçanti me bashortin tim, i cili është prezent këtu, që ka konstruar gjithmonë tek unë, tek arritjet e mia, dhe ka qenë mbështetja ime më e madhe në çdo sfidë dhe në çdo arritje që unë kam pasur. Ne jemi mësuar tashmë që në mënyrë shumë modeste, por shumë sinqerte, në fakt, zhvillojmë aktivitetet tona që i kemi kthyer në një traditë shumë të mirë. Edhe ky aktivitet tashmë ka fituar qëndrueshmërinë e vet, është konsoliduar si e tillë, dhe ne jemi mësuar edhe si kur
të mos duam ne të bëjmë, nuk në lë qytetarët. Sepse janë ata që në tonë kur do bëhet aktiviteti, është shpallet të vi qytetari me i mirë si pas profesioneve, dhe ja po erdhi dita, momenti, që ne përsërit jemi bashkë, dhe unë kam kënaqësinë që në këtë aktivitet të sotëm të kem edhe dy kolegët e nderuara, po quaj kolegë gati dinën, ish kryetari i Bashkisë së Kurrelit, sot drejtoresha ekzekutive e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë, Shoqatës Kombëtare të Bashkive, kolegen dhe komshien tonë zonjën Juliana Memaj, kryetare e Bashkisë së Finalit, shumë kënaqësi dhe faleminderit që më jemi sot në Roskovec, me qytetarët e Roskovecit, gjithashtu kemi kryetarin e Këshillit që është çudi, por kemi të përmendshëm.